Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Humbja e kujtesës mund të zbulohet 10 vite para shfaqjes së simptomave. Ja si. Një studim i fundit sugjeron se sëmundja e Alzheimerit mund të zbulohet deri në 20 vite para shfaqjes së simptomave, duke u lidhur kështu edhe me yndyrnat vaskulare, yndyrnat që rrethojnë organet e brendshme gjatë moshës së mesme, me proteinat anormale të trurit të lidhura me Alzheimerin. Studiuesit theksojnë se ndryshime në stilin e jetesës që synojnë në këto yndyrna mund të vonojnë ose të parandalojnë shfaqjen e sëmundjes. Dr. Mesa Dolathasi nga Instituti i Radiologjisë në Mallinckrodt udhëhoqi studimin i cili përfshiu 80 individ me funksione njohëse normale në fundet të 40-tave dhe fillim të 50-tave. Pjesëmarrësit janë nënshtruar skanimeve PET dhe MRI, testeve të glukozës dhe insulinës si dhe paneleve të kolesterolit. Rezultatet treguan se nivelet më të larta të yndyrës viscerale përkonin me depozita të rritura të pllakave amiloide dhe proteinave kryesore të Alzheimerit, duke përkeçuar 77% të efekteve të BMI-s më të lartë mbi akumulimin e amiloidit. Llojet e tjera të yndyrës si yndyrnat nënlëkurore nuk tregonin të njëjtin lidhje. Studiuesit zbuluan gjithashtu se rezistenca më e lartë ndaj insulinës dhe nivele më të ulta të HDL-s lidhen me depozita të rritura të amiloidit. HDL-t e larta duket se zvogëlojnë ndikimin e yndyrës viscerale dhe në ndërtimin e amiloidit, duke sugjeruar se faktorët metabolik luajnë një rol në patologjinë kryesore, siç është për shembull edhe Alzheimeri. Autori Chris Ray theksoi se nevojiten gjithashtu edhe trajtime të mira për të parë nga afër ndikimin e këtyre molekulave në krijimin e problemeve të Alzheimerit. Truri ynë akumulon shumë informacione dhe ndërsa mosha përparon, vitet bëjnë që të përballeni me humbje të memorjes. Por kjo gjendje mund të trajtohet me një dietë të ekuilibruar dhe me përpjekje për të furnizuar trurin me të gjitha vlerat e ushqyese që ai kërkon. Kjo video do ju tregoj se cilat janë ushqimet më të mira që ju duhet të përfshini në dietën tuaj për të përmirësuar funksionet e trurit dhe për të stimuluar atë që të punojë në kushte optimale, citon The Health Site. Mënyra për të arritur rezultatet që dëshironi dhe nevojiten gjithashtu këmbgulje e madhe dhe disiplinë që t'ju ndihmojë që t'i afroheni çdo ditë më shumë qëllimit për të pasur një memorie më të shëndetshme edhe në pleqëri. Ushqimet që përmirësojnë funksionet e trurit janë çokolata e zezë. Antioksidantët dhe kafeina që përmban çokolata e zezë nxisin përparimin e kujtesës. Domatet janë perfekte për të përfshirë në dietën tuaj pasi sigurojnë vlera ushqyese dhe vitaminat që janë ideale për të shmangur dëmtimin e trurit të shkaktuar nga radikalet e lira. Arrat përmbajnë lëndë ushqyese omega-3 të cilat forcojnë enën e gjakut. Molla ndihmon në ruajtjen e shëndetit të përgjithshëm dhe me një sistem nervor dhe cerebral. Kjo fal kontributit më të madh të antioksidantëve që ajo zotëron. Panxhari stimulon qarkullimin e gjakut në të gjithë trupin tonë. Peshku, të pasur me omega-3, ato janë super ushqimet për shëndetin e trurit. Shafrani indis, ndihmon në parandalimin e inflamacionit në trup dhe në zonën e trurit. Avokado, është një nga frutat më të mira që promovon qarkullimin e gjakut në trup. Veza, e verdha e vezës përmban një substancë të quajtur kolima që promovon shëndetin e trurit. Qepa, konsumi i qepës mundëson përmirësim të kujtesës dhe memorien tuaj. Dhe përfshirja e saj në dietën tuaj mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur performancën e trurit. Boronicat. Këto fruta të pyllit janë një nga ushqimet më të mira për trurin. Konsumi i boronicave ul rrezikun e Alzheimerit me 53%. Sipas studimeve, të gjitha llojet e frutave të pyllit janë të mira për shëndetin, por boronicat janë të pasur me flavonoide. Flavonoidet janë antioksidantë që mbrojnë trurin nga stresi oksidues dhe për më tepër forcojnë mjetet e komunikimit të qelizave të trurit. E verdha e vezës. E verdha e vezës përmban vitamina të kompleksit B që përmirësojnë shëndetin e trurit. Këto vitamina forcojnë kujtesën, ndihmojnë qelizat e trurit të komunikojnë në mënyrë më efikase. Krahas të mirave për trurin, e verdha e vezës përmirëson memorien, lufton mbi peshën dhe është e mirë
për gratë shtatzana. Vaji i ullirit. Shkencëtarët konfirmojnë se vaji i ullirit ekstra i virgjër mbron aftësinë e kujtesës. Konsumi i përditshëm i vajit të ullirit ju ndihmon të menaxhoni peshën tuaj, të kontrolloni sasinë e sheqerit, të lehtësoni depresionin dhe të mbroheni nga sëmundjet kronike. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për shëndetin e trurit është edhe salmoni. Ky peshk është i pasur me acide yndyrore që janë thelbësore për shëndetin e trurit. Këto acide yndyrore paksojnë inflamacionin dhe stresin oksidues në tru. Ato gjithashtu kufizojnë tkurrjen e trurit si pasojë e moshës. Salmoni përmban vitamina C, fosfori, zinku, kaliumi dhe vitaminat të grupit B, niacin, tiamin, B6, folat dhe B12. Salmoni është shumë i shëndetshëm për shëndetin kardiovaskular dhe riparimin e indeve. Përfshirja e këtij lloji të peshku në dietën tuaj është një mundësi e shkëlqyer, jo vetëm për shëndetin kardiovaskular, gjithashtu edhe për shëndetin e kujtesës, duke u kthyer në një element ushqyes mjaft të fortë për trurin tuaj. Arrat. Edhe pse arrat konsiderohen të mira pasi përmbajnë acid alfa-linoolike, një acid yndyror me bazë bimore. Ekspertët thonë se njerëzit duhet të konsumojnë rregullisht arra dhe ata që i bëjnë ato pjesë të integrale të dietës së tyre janë më inteligjent dhe me mendje më të mprehtë. Pra arrat ndihmojnë gjithashtu edhe në funksionet më të mira të trurit. Arrat, krahas të mirave që sjellin për trurin, përmbajnë edhe vitamina. Ushqejnë flokun, luftojnë kolesterolin, luftojnë diabetin dhe gjithashtu ushqejnë shëndetin tuaj të lëkurës. Zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre janë të pasur me vitaminën B6 dhe B12. Zarzavatet janë të rekomanduara si për moshat e reja ashtu edhe për të rriturit. Frutat. Këtu futen të gjitha llojet e frutave, por më të rëndësishme janë manat dhe manaferat blu, por edhe rrushi i zi. Të gjitha këto në raport me trurin janë konsideruar si superfruta. Vezët. Sa më shumë avancon mosha, aq më shumë truri sikur edhe fillon që të tkurret, njësoj si një far atrofizimi senil. Por nëse shumë nga ne kujdesemi për këtë gjë që ta shtojmë sa më shumë kur bëhet fjala për trupin, kur kujtojmë se kjo gjë duhet bërë edhe me trurin. Vezët, për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës B12 dhe lektinës, ndihmojnë shumë në kufizimin e këtij atrofizimi. Gjithashtu e kolina, e cila është në përbërës të kolesterolit, luan një rol të rëndësishëm në përmirësimin e kujtesës. Ndaj konsumi 1 deri në 2 vezëve në ditë do të ndihmonte shumë në këtë drejtim, më tepër do të ishte e rekomandueshme për shëndetin tuaj. Drithrat. Në këtë kategori ushqimesh, përfaqësuesi MNZ janë gruri, mistri, orizi, këto produkte, përveç se janë shumë të këshillueshme në recetat dietike, janë po ashtu të mira edhe në drejtimin e shëndetit të trurit. Efekt pozitiv i këtyre ushqimeve detyrohet përmbajtjes së shtuar të acidit folik, vitaminës B6, tiamin, të cilat nga ana tyre ndikojnë në përmirësimin e funksioneve të trurit dhe furnizimin e tij me gjak. Sa më në moshë të jeni, aq më shumë rekomandohen ushqimet e shëndetshme për të sjellë gjithashtu një performancë më të mirë për trurin tuaj. Hani mëngjes për të ushqyer shëndetin e trurit. Studimet kanë zbuluar se ngrënia e mëngjesit mund të përmirësojë kujtesën dhe vëmendjen afatshkurtër. Sipas tyre u vure se studentët që hanin mëngjes priren të performojnë më mirë se ata që nuk e hanë. Ushqimet më të mira përfshin drithrat me fibra të larta, bulmetin dhe frutat. Vetëm mos e teproni. Studiuesit zbuluan gjithashtu se mëngjeset me kalori të larta duket se pengojnë përqendrimin. Peshku gjithashtu është shumë i mirë për shëndetin e trurit. Shtoni avokado dhe drithra në dietën tuaj. Çdo organ në trup varet nga qarkullimi i gjakut, veçanërisht zemra dhe truri. Një regjim i pasur me drithra të forta, siç janë frutat dhe avokadot, zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës, që ulin gjithashtu edhe kolesterolin e keq në trupin tuaj. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.